Rikthehemi sërish në studio në bisedë sot me Pëllum dhe Gjulieta Kulla. Një jetë në skenë dhe për krah njëri tjetrit. Gjulieta, i mbani kaq bukur vitet tuaja, shumë komplimenta për dukjen. Një zonjë admirueshme që në distancë si publik më keni krijuar përshtypjen e një zonjë shumë të fortë. Dhe teksa dëgjoja intervistat tuaja, bisedën përpara në studio, kuptova se edhe në jetë keni qenë një grua e tillë, një grua jo vetëm shumë e pashme, por edhe shumë e fortë. Faleminderit. Dhe keni realizuar role të cilat publiku i ka dashur shumë. Teksa përpiqesha që të kuptoja nga njëri rol në tjetrin, ato ishin role që më krijuan ndjesinë se aktorët të tjera ose nuk i donin ato role, ose nuk do guxonin që t'i vendosin në skenë ato role. Është perceptim, mund të jetë perceptim edhe i gabuar imi. Mundet, nuk e di. Do me thënë, unë i kam lozur ato role, qoftë nga ana logjike, qoftë nga ana emocionale, me shpirt në atë kohë. Dhe për atë kohë. Dhe ato kishin efekt. Kishin efekt. Sepse me jepeshin ca role të kundër, të kontroversial, që do me thënë, unë duhet të bëja ndryshe. Për shembull, me jepeshe nusja jonë sa e bukur. Kur isha e re, do me thënë të lozja këtë rol. Mirë, po kjo nuse, kur beshe gati që vinte ajo që regullon të nuset, i thoshte, i bënte buzë, nuk do flasësh, nuk do lëvizësh, edhe vinin e shikonin, mua sa e bukur, nusja nuk fliste. Po me qarë do të marrin, me makina, me taksia, me qarë do ketë autobusa. Mirë, po kjo fyeshe, gocere kishte qef me taksi dhe thoshte, me taksi, me tahi, e kupton, nuk i thoshte fjalët, i thoshte për gjysë, me buste, zëna, do me thënë, kryoheshin këto, kryoheshin humor edhe situatat jashtëzakonshme. Ose kisha një rol të atë në fillim në estradë që loza të studenten që sonde do të nga gatua i Vera. Shtu ishte titulli. Vera një studente e kohës, atër po studente do me thënë ndjente veten që tale tani jam unë për punë shtëpije, për këto gjëra. Do me thënë duhet të dilje pak nga këto dhe aktori duhet kishte fantazin që ta imaginoj këtë tip, ta studioj dhe qëfar do... Dhe ke studiuar në secilin prej roleve, prandaj janë kaq të dashur për publikun. Do të udhëtojmë pak në rolet e tua përmes një kolazhi, një mund të ndërhyj edhe unë pak. Patjetër. Për fytyrimi ose perceptimi që keni juve, që nuk i bënin të tjerët edhe, duhet të... Se kërkon të guxim në këtë kuptimetar, se ishin role që kërkonin guxim. Ne kishim edhe aktore të tjera që ishin mjaft të zonjat, po Gjulieta ishte në sektorin e estradës e vetmi aktore. Edhe vetë kryesisht kjo do i kishte rolet kryesore, ata ishin 7 aktore dhe thoshin, si i thosh në zaj... I borë bardha me 7 vlezër, më thoshin mua. Shu që vetë rolet do i kishte kjo, po ka patur larmi. Më falë, shoqet e mia të tjera që ishin në teatr, teatri dukeshe një qikë si për senator, e kupton? Edhe estrada ma për plebej. Kështu që, kërë thoshe shoqeve të tjera, edhe unë isha në teatr, dhe s'kishte aktore, kur regjizor, mori një vajzë që kishte lozur estrad. Mirë bajo tani ishte në teatr dhe nuk donë të më të vinte në estrad. E qartë. S'kishte qartë. Ishte pak si zhanër mi për buzu. Me i për buzu. Edhe më thot mua do të marrë ty. Edhe unë ndjeja këtë. Pësosha, po pëse tani unë jam në teatr, mua më kanë caktuar, ati jam caktuar, unë duhet të... Po qarë, ato nuk duan, më thoshte. Hajde, po vi. Mua më vjen mirë që nuk qënë ka me gabuar në këtë
vëzhgim që kanë bërë në këtë perceptim së jashtëmi dhe kjo ka qenë arsyeja. Por sa mirë që ti i ke marrë ato role, role të cilat ne i duam shumë dhe i shohim tani bashk. Edhe pastaj ato shoqet e mia, kur filluan këto role të kishin efekt, i donin, po filluan të afrohen. Ato ishin rolet e tua, i shohim. Gratë i shkruajnë skenar të historisë, burrat vetëm sa i lozin. Burri është koka, po gruaja është qafa, dhe koka do kthehet andej nga do qafa. Këshillat që do t'ja punë, kanë të bëjnë me kujdesin dhe mirritjen e fëmijëve nga moshat 5 deri 55 vjeç. Nasi nga pallati i sportit Partizani. Jo, nuk kam ardhur për ndeshje, po më kam ftuar edhe mua në koncertin bashkë me ju. Sa mirë do të ishte që të isha bashkë me ty. Kaso! Shtoj! Gjeje kush jam? Nuk e gjen dot? Ja. Gjeje! E gjetje është ajo, shqyqyrë që e gjetje. Më falni? A mund të dilni pak në balkon? Në balkon? Nuk dalë më i qupe si kur të përmbyset. Unjët je unë. Leta marin vesh të gjithë, Kaso. Të dua! Të gjitha pjesë të mrekullueshme dhe ato janë kthyer në komunikimin e përditshëm, në humor që njerëzit e këmbenin edhe me njëri tjetrin dhe vijon edhe sot. Por protagonisti i vërtet i këtij suksesi jeni ju, mjeshtër. Faleminderit. Çike të pruar, po hajt, po e pranoj se më vjen mirë. Ose është të pruar. Ka frymëzuar për rolin e gruas. Për rolin e gruas në vazhdimsi, kush të ka frymëzuar? Në përgjithësi duke qenë Jo, pa hatë të dëgjojmë. në zhanërin e estradës, duke qenë kështu, kryesisht dieshe që prodhimi i gazit të përgjithshëm është kur merr dikë duke e përqeshur, duke i theksuar të metat, dhe Xhuli për fat të mirë kishte disa të meta, që unë me to bënja goxha punë se i njihja mirë. Kështu që kjo nuk më mërzite, Edhe i zmadhonte mirë. Ka patur ndonjë rast që e mërzitur Xhuli? Jo, po me gjitha dhe... Ka patur raste që është mërzitur në duket. Pa ma trego, në cilin rast? Çfarë egzagerim? Rasti kur erdhëm këtu, në këtë televizion ishim, në Vizion Plus, kur tregoj për mua, për ato çmimet e zarzavateve të ushqimeve, që do me thënë sa vinte pirunin Vjeri, unë thosha ka që shqimi. Se ishin Vjeri edhe Vjera e kësaj, do me prindet e mi. Kishin ardhur në Safir të kënë në New York, edhe kur ata, unë të pronja një qikë kur ata sa po vinin dorën të drejtë asaj, merrnin vesh çmimin. Edhe unë, paka shumë, Xhuli nuk e kishte, po mua më lejoheshte ta merr një këtë shembull, edhe pse kjo me thënë drejtën tërë jetën ka qenë më bujardja dhe më mikpritësja nga gjithë. Po prandaj nuk është mërzitur. I thosha si guxon, unë që pres gjithë këta njerëz, të nderoj, kushdo që vjen, do me thënë, kam edhe vetë dëshirë, do me thënë, ti prese, ti gëzojmë kur i takoj, kur i dëgjoj, edhe e mbush tavolinën, mundohem të bëj çdo gjë, pastaj dalun që jam koprace, Sa po e tha që jeni shumë bujare. Megjithatë, e pas ka pikasur një element, e ka egzageruar, edhe e ktheu në humor. Jo, pra te pas ka mërzitur vërtet. Jo, më mërzitin film, pastaj unë i them tregoje tani këtë, se ka një gjë, që një vajzët bukur, mund t'i thuash, kur është e bukur shumë, mund t'i thuash sa e shëmtuar je dhe ajo s'mërzitet. Kurse një të shëmtuare, ose një jo aj të bukure, nuk mund ja vesh ndukje që është... Kështu që kjo ishte kaq mikpritëse, kaq bujare, sa s'qante kokën se më shkruaj për kooperacinë e kësaj.
Se mund të bëje edhe pak humor me diçka që nuk e ke, Gjuli, kështu që je mërzitur kot. E po do li ajtë befastisht, do li kështu këtu, live në televizionin tuaj. Ju keni që edhe në Alpazar, ne do të shohim disa sekuenca të njësë bashku. Te Alpazar i thashëm, pupsi. Ja i shohim. Erdhe? Erdha. Oj, dashur burë. O, se si ndjem sot. Qfar ke? Qfar ke? Kam ca ndjenja. O ndjenja kemi të gjithë, edhe unë kam ca ndjenja. Ca ndjesi, jo të mira, jo... Qfar thuam? Më duket sikur... Larë qoftë. Sikur do vdes. Jo, mos e thuaj. Qa shkoj që dhe? Po sikur. Jo. Po sikur. Larë qoftë. Po larë qoftë të thash, po mos... Po sikur të vdes. Qfar do bësh ti? Më thuaj, të lutem, qfar do bësh? Do të çmendem. Do martohesh? Unë them do të çmendem prapë, 2 herë. Do të çmendem, po vdiqe ti dhe po vdiqe vërtet. Do të çmendem. Po të pyes, do martohesh? Do ti të martohem? Do martohem. Martohem? Dhe e bëj për ty. Ose diskuta. Dhe do ta sjellësh? Dhe do ta sjellësh këtu në shtëpinë tonë? Në asnjë mënyrë. Kush e tha? Në kuzhinë. S'ka hapur. Po në dhomën tonë nuk do vi ajo? Do vi, po do rinë kuzhinë njerë, nuk e fuzi, me do ta çoj direkt në krevat, asnjë mënyrë. Në kuzhinë atje një. Pastaj në krevat duhet ta dish. Do flej nga ana ime ajo, unë do flej nga ana jote. Mos e diskuto. Dhe do vesh i fustanit e mia, a? Jenë vete apo s'jenë vete? As mos e diskuto. Jo më që nuk i bëjnë, se është më i gjatë. Në Alpazar së bashku me Agron Llakaj Samir, që gjatë viteve që ju keni qenë në Amerikë, jeni rikthyer në një mënyrë apo në një tjetër publikut shqiptar që ju ka mirëpritur gjithmonë. Dhe për zotin Plumb, unë di që ka patur një insistim të jashtëzakonshëm që të ishit prezent gjithmonë e më shumë. Por për aq sa kemi patur mundësinë t'ju shijojmë, e ka bërë gjithmonë publiku shqiptar. Ne kemi kuriozitetin si është jeta juaj në Amerikë. Çfarë bëni ju në Amerikë? Ne bëjmë jetën e zakonshme të jelmë, por gjithmonë duke qenë larg ambienteve më familjare për ne, me më pak të njohur se sa kemi këtu, me pak histori të lidhur me jetën amerikane, sepse jemi gjithmonë shqiptarë dhe mbetemi. Po megjithatë, në çfarë vendi jeni vendosur në Amerikë? Në çfarë vendi jeni vendosur? Fillimisht ishim të vendosur në New York dhe tani aktualisht ne jetojmë në Florida, që është një shtet në fund në jug të Amerikës. Në përballë. Keni një shtëpi me obor, po më tregoni pak. Jo, kemi apartament. Apartament, jetoni në apartament. Kemi një apartament të bollshëm. Po është në një fshat ku janë banorët mbi 55 vjeç. Janë si resort. Është mjaft të qetë si vend. Janë ndërtesa të vogla, të qeta, të komode, edhe në tëra të rrethime të madhe, janë 25 shatërvane, pishina, dhe plot gjëra. Një vend shumë i bukur. Ju jetoni vetëm të dy, apo me ndonjërin nga djemt? Të dy. Djemt janë në Amerikë. Më përpara me djemt, po tani. Ata kanë familjet e tyre, ne jemi bashkë. Do me thënë, si këtu, si atje të jemi fëmit njësoj, do me thënë, i kemi largë. Po, për ditë merremi vesh me ta. Dy djemt jetojnë në Amerikë, vajza është rikthyer në Shqipëri. Është rikthyer, po. Po ju vetë, e keni menduar që të jetoni këtu në Shqipëri, mos të ktheheni në Florida, e ke apartamenti bukur? Më shumë rim këtu se sa atje. Me thënë të drejtë. Po endemi në ato parametra që mundet dhe të vendosemi deri në fund të jetëve tona. Duam që të rim këtu edhe të mbyllim, si me thënë, jetën tonë këtu. Ju ta keni jetën e gjatë. Çfarë ju mungon nga Shqipëria kur jeni në Amerikë? Ja, mungojnë këto gjëra që thash, edhe njëkohësisht ka një problem në krijimtari njeriu është shumë i lidhur me tëra që ka ndodhin.
me jetën amerikane, ose mirë themi humorin përgjithësi vjen nga problemet dhe nga vuajtjet që bën gjatë jetës njeriu. Ne nuk arrim dot që të jemi si që ishim të lidhur me problemet që ka Shqipëria. Pra i kuptojmë më mirë, e interpretojmë më mirë, ose mirë themi, i shkruajmë më mirë dhe interpretojmë më mirë. Kështu që nuk kemi ndërprerë edhe këtë lloj jete. Jetë edhe këtë marrëdhënie me... Na mungon kjo shoqëria që kemi këtu, kjo na mungon, por nuk është pak kjo. Vërtet kemi shoqëri të reja tani, po ato shoqëri janë amerikane, janë ruse, janë gjermane, njerëz të ndryshëm, familje të ndryshme, nga shtete të ndryshme, kështu që ke gjëra shumë si përfaqësore për të thënë me ta. Shumë gjë, edhe nuk s'para bësh që të vemi të njëri tjetri. Ne i kemi fqinjët aty, jo. Po këta fqinjët edhe miqtë e din se sa aktore e madhe dhe e njohur janë në Shqipëri, edhe çfarë peshe ka emri Pëllum Kullës në vendin tonë. Ato gjëra nuk i themi atje. Vërtet? Nuk i themi. Unë nuk i themi. Unë i themi edhe këtu si themi, po merret vesh pak a shumë. Këtu na njohin vetë, po... Qa aktivitete kemi bërë këtu? Po vetëm që na thonë, ato, që amerikane, që dukesh si aktore amerikane, më thonë mua. Unë aktore amerikane, jo. Por je një aktore madhe shqiptare. Ato e thonë për nga pamja, nuk e di pse për pamjen tani të vjetër që kam unë, si ato aktoret e vjetra amerikanë. Për pamjen që keni patur gjithmonë. Se nga njerë, po që di si përkon, po prapë nuk u them gjë se s'dua që të... Ju keni shkruar në ato vite kur ishte e vështirë dhe keni bërë një opozit të pushtetit. Çfarë kosto ka patur kjo? Se kuptova pyetjen? Keni shkruar për para viteve 90 satirë e cila ishte opozit ndaj pushtetit. Çfarë kosto keni marrë për këtë? Vetmja kosto që kam marrë ishte ndonjëherë ndaloheshe ose që të filmoheshe ose sjepeshe më, sepse problemet ishin vërtet shumë të ndjeshme. Për shembull, në një xhirim na duhesh të merrnim një gomar për të xhiruar me aktorët në një fshat. Edhe me xhiruam 2 minuta, gomari shërbente për ndonjë gjë, vetëm i shërbente aktorit. E kaq. Pas pak vinte kryetari i Këshillit të fshatit edhe ky ankoheshe që duhet të na pyesni dhe ne kur merrnin ndonjë gjë. Po s'kemë marrë njerinë. Kishit marrë një gomar për të lënë. A i themi, po gomari është gomar. Po mora s'dje, thot, po, ca budallënjë, se i kam këta budallënjë të që më ankohen. Më kanë sjellë 30 gomar para shtëpisë tonë. Ne kemi gomar shumë të mirë. Këta kanë marrë gomarin në njeriu që ka qenë i dënuar, ka qenë në burg, ka qenë kështu gomar me përverendir. Kemi plot ne. Të tilla gjëra nuk të lejonin ti shfaqje. E megjithatë ka patur shfaqje të cilat i ka takuar publiku, i ka parë publiku. Si a ke bërë në ato raste? Po, sigurisht. Në ato raste... Për ato që njohim ne, po flasë, që nuk ishte lek që për mes humorit i të nxirje problematika apo mangësi që kishte Shqipëria atyre viteve. Të them të drejtën, kanë qenë, këto perceptoheshin, kënaqeshin, po ishin më shumë nën tekste se tekste. Pra, nën kuptime më shumë, edhe prapi pëlqenit të një mënyrë nga njerë, u vinte për shtate dhe autoriteteve politike që të bëshin edhe kritikat të tilla. Si pas lëkundjeve dhe si pas hapjeve dhe mbylljeve të... Si babai i komedis në Shqipëri, si e shihni humorin sot? Unë humorin sot e shoh shumë të nevojshëm në jetën e shqiptarëve, si gjithmonë. Po humori që bëhet sot? Problemi është që këtu punojnë në shumë kanale televizive, në shumë, edhe kryesisht janë mbështetur tek shpërndarjen për kanale televizive. Po punohet me një periodicitet të vogël dhe gjërat bëhen të shpejtuara. Aktor ka aktor të mrekullueshëm, edhe regjisor të mrekullueshëm, tek problematika që paraqesin
janë nga njerë shumë të sipërfaqshme, janë nga njerë shumë banale, janë nga njerë, por ka njerës edhe mbeten gjëra të bukura, për shembull ca gjëra që ka bërë Grullaka janë të shkëlqyer edhe të mbahen mend për gjithmonë, me qemi edhe në Vision Plus dhe të përmendim të parin këte. Artistë si Koço Devole, për shembull, kanë lënë gjurmë edhe në kohën që edhe ai shkreti para ca vitesh në la, në kohën e Covidit, por ka dhe të tjerë që tani kanë talent dhe shfaqin talentin, por periodiciteti, pra prodhimi shumë të i bënë që të mos jenë kaq të punuara dhe të përzgjedhura. Ne nxirrnim atë kohë, nxirrnim një shfaqje, nxirrnim për 3 muaj, për ne kishim 4 shfaqje në 3 muaj. Kishim kohë që ti punoni mirë, ti registroni mirë, edhe të mendoheshin në çdo fjalë, edhe në të gjithë elementet. Me gjithë këtë kontribut që keni dhënë në artin shqiptar në vendin tonë, a e ndjeni se jeni vlerësuar ashtu si duhet, mjaftueshëm? Në përgjithësi unë jam vlerësuar mjaft dhe edhe sot ti demonstron një vlerësim të një opinioni publik. Masa e kënë qikë shumë të mirësjellshëm, po ja ti më çmon për shembull. Po ka shumë që më çmojnë dhe unë e ndjej këtë. Nga ana zyrtare, problemi i titujve, kam titullin e mjeshtrit madh, dhe nga ana tjetër flitet, përveç kësaj ndihmojnë edhe botimet e shumta që kam bërë unë kam 31 vepra të botuara të veçanta, cilat janë goxha mjafte dhe janë pëlqyer edhe janë më vjen mirë ta dëgjoj këtë që ndiheni i vlerësuar. Është e rëndësishme që artisti të ndihet i vlerësuar për atë që ka bërë. Edhe përmes titujve që i ka të merituar, përmes dashurisë së publikut, apo edhe në mënyrën se si ai dëshiron ta marrë edhe ta ndjej këtë gjë. Gjulieta, çfarë keni pëlqyer ju kaq shumë te njëri tjetri? Që nga rinia e deri sot, që nuk ka ndryshuar? Ajo që më ka pëlqyer te ky njeri, më ka pëlqyer të them mendja tani duket një çik si banale, po kur isha e re, të rejat gjithë një shikojnë çunat kush janë më simpatik, kush janë më të bukur. I shifja simpatikët, i shifja të bukurit, i kishim përreth. E ka qenë një brez i aktorëve artistëve shumë të bukur. Kur takova Pëllumbin, dale, prit, ky fliste ndryshe, ishte ndryshe, silleshe ndryshe. U sfumuan të gjithë ata, të gjithë bukuroshët që ishin për qark. Ky mu duk më i bukuri pastaj, më i miri, humori ti shkëlqente në çdo moment, mua më bënte të gëzuar. Më bënte të gëzuar. Ikte ky rria me ato, më vazhdon të qeshja gjatë gjithë të takojsha prap me këtë. Po bëjmë një bisedë për njëri që nuk është i bukur. Ka që shumë problem. Në fakt do isha më i bukur nga të gjithë. E tha. Me sëreshtash e tha, nuk ishte më të bukur në sytë e saj, se sa Pëllumb Kulla. Megjithatë duhet pranoj që unë në kursin tim kam pasur aktor të çmuar, të talentuar, Viktor Zhusti, Shpëtim Shëmili, shumë aktor të këndshëm, të pashëm dhe të talentuar për fat të mirë. Dhe të pashëm, të talentuar në secilën mosh, për hir të së vërtetës. Viktori është plak i bukur, Berti është plak i bukur. Absolutisht. Po komedian më i mirë cili është, për humor? Edhe ti e kuptoj ku e fjallën, po... Nëse dëshiron të thuash. Ne kemi pasur humoristë shumë të mirë, njerëz si thuash nga cilët kemi mësuar mjaft, ka qenë Qamil Buxheli. Qamil Buxheli ishte një nga humoristët më të mirë, Spiro Çomora, kanë qenë pasaj edhe të tjerë, Tasim Alia, ka pasur mjaft humorist, Paulin Selimi në Shkodër.
Më vjen mirë të dëgjoj kaq shumë emra dhe të sjellim, të nderojmë edhe këta emra. Tani, meqense se ishim pak tek historia e dashurisë edhe tek ajo që pëlqeve nga Pëllum Kulla, unë po shkoj tek një moment romantik i juaj, ai të ka dedikuar disa vargje që mua më bën përshtypje, siç e the edhe ti, të rrëmbeu mendja e ti, ajo që në fakt na ka bërë për vete të gjithëve, prandaj e kemi dashur gjithmonë shumë. Nuk do ta lexoj unë, por do të ftoj që ti lexoje ti. Të ndihmoj syzet? Të pres. Më ke thënë për nesër. Nëse ndodhë gjë, më dërgoj një telegram dhe më thuaj nuk vi dot, por të lutem, mos më dërgo. Ose po deshe të më çmendësh, dërgoje dhe pastaj eja të më takosh kur të duash. Por ki parasysh se këtu, në çmendinën e Vlorës, vizitat ben vetëm të enjteve. 3 gusht 1969. Çfarë ishte kjo datë për ju? Ajo erdhi, e evitoi çmendinën, erdhi dhe deri sot 55 vjet nuk është kthyer më askund. Shumë e bukur. Por teksa na shikon dikush live, i ra telefonit të bashkëshortit. Ra telefonit për pakujtësinë time që duhet ta kisha mbyllur. Po jemi në transmetim të drejt për drejt, kështu që është krejt normale. Përshëndesim personin që po të ndjek nga ekrani dhe i ra telefonit. Më tregoni pak për këtë moment që i keni shkruar këtë poezi Xhulit. Këtë unë e kam shkruar kur kam qenë në Vlorë. Po. Edhe në Vlorë, Xhulieta në atë kohë punon të në Berat si regjizore, sa po kishë mbaruar, dhe shtëpinë familjen e saj e kishte në Kuçov. Kështu që në pushimet të javës, kjo shkonte o në Kuçov ose në Berat. Mirë po erdhi një kohë që pasaj Kuçova kujtonte se kjo është në Berat dhe Berati kujtonte se ishte në Kuçov, por në fakt? Kjo ishte në Vlorë. Edhe kështu që këto në atë kohë i shkruajnë këto gjëra, edhe ishte nuk e di fraza se rada ishte ajo që pritje... Po, për pritjen. Po, për pritjen që ti Por nuk unë jam mund e të vish pa lumtur që ju e pritje. keni ndarë historinë tuaj të dashurisë, një histori vërtet shumë e bukur, ashtu siç keni dhënë pa kursim materiale të jashtëzakonshme për artin shqiptar, për publikun shqiptar. Unë ndjeva e nderuar sot kisha mundësinë e kësaj bisede, ju falenderoj pa mas. Shumë falemderit ju. Edhe ne ju falenderojmë pa mas, falenderojmë Vision Plusin që na kushtoi këto, si të është, portretizimet tona, edhe vërtet ju e mirënjohës. Është me pakta që mund të bëjmë. Faleminderit shumë. Na duhet të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak me një tjetër të ftuar në pjesën e 3 të programit. Faleminderit shumë.